Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Administrata amerikane duke nisur nga 21 janari ka vendosur që të pezulloj përpunimin e vizave për aplikant nga 75 vende të ndryshme të botës, ndërkohë që në këtë listë janë edhe Shqipëria, Kosova, por edhe Maqedonia e Veriut. Administrata Trump po pezullon të gjithë përpunimin e vizave për aplikantët nga 75 vende, tha të mërkurën një zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Zëdhënësi nuk dha detaje mbi planin, i cili u raportua për herë të parë nga Fox News, i cili citoi një memo të Departamentit të Shtetit. Ndërprerja do të fillojë më 21 janar, tha Fox News. Në rajonin ton të prekur nga përpunimi i vizave janë Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, por në listën e shpallur mungon Serbia. Ndërkohë, në nivel global, mes vendeve të mëdha të prekura janë Rusia, Irani, Afganistani, Brazili, Nigeria, Tajlanda, Somalia e mjaft vende të tjera. Kategoritë e vizave të prekura janë bashkimi familjar, punësimi, birësimi, emigrantët speciale dhe llotaria amerikane. Vizat studentore dhe turistike mbeten të paprekura. Memorandumi o drejtohet ambasadave amerikane që të refuzojnë vizat sipas ligjit ekzistues, ndërsa departamenti rivlerëson procedurat e tij. Nuk u dha asnjë afat kohor. Pauza e raportuar vjen në mes të masave të gjëra kundër imigracionit, të ndjekura nga presidenti republikan i SBA-s Donald Trump, që kur mori detyrën në janarin e kaluar. Në nëntor, Trump ishte zotuar të ndalonte përgjithmonë migracionin nga të gjitha vendet e botës së tretë, pas një të shtëne pranë shtëpisë së bardhë nga një shtetas afgan që vrau një antar të gardës kombëtare. I ri për koncesionet dhe partneritetin publik dhe privat synon që të vendos kontroll mbi paratë e buxhetit dhe të rritë transparencën në përdorimin e aseteve publike. Ndërrësitë e ligjit është heqja e aksizës simbolike prej €1 për kontratat e partneritetit publik dhe privat. Kontratat e partneritetit publik-privat tashmë do të trajtohen me një ligj tërësisht të ri, ku është hequr edhe koncepti i dhënies në përdorim të pasurive publike me vlerën simbolike €1. Ligji i ri për koncesionet dhe partneritetin publik-privat është botuar në fletoren zyrtare dhe hyn në fuqi më 28 janar. Por cilat janë risitë që sjell ky ligj? Ligji vendos rregulla të qarta për planifikimin, dhënien, administrimin dhe mbikëqyrjen e kontratave të koncesionit, duke u mbështetur në parimet e transparencës, mos diskriminimit, proporcionalitetit dhe sigurisë juridike. Konkretisht, për çdo koncesion duhet të jetë bërë paraprakisht studimi i fizibilitetit i miratuar edhe nga Ministria e Financave, pasi të jenë analizuar të gjitha kosto-përfitimet dhe mundësitë me rrezik për buxhetin e shtetit. Në ligj vendosen kritere të forta që njësitë vendore të mos hyjnë në kontrata afatgjata pa pasur kapacitete financiare dhe parashikohet që pranë çdo institucioni të krijohen njësitë e posaçme që do të monitorojnë zbatimin e kontratës në kohë reale. Po ashtu parashikohet funksionalizimi i plotë i regjistrit elektronik të koncesioneve, ku do të publikohen dokumentet e procedurave. Sipas ligjit para nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktues ose enti kontraktues merr nga ofertuesi më i suksesshëm garancitë e kërkuara për realizimin e kontratës dhe instrumentet e sigurisë si kompensim për dëmin që mund të shkaktohet si pasojë e dështimit të koncesionarëve privat për të përmbushur detyrimet e parashikuara. Sigurimi i kontratës së koncesionit apo partneritetit publik-privat të shërbimeve publike do të jetë deri në 5% të vlerës së kontratës. Kjo masë mund të reduktohet në mënyrë përpjesëtimore gjatë ekzekutimit të saj, por në asnjë rast gjatë kohëzgjatjes së saj nuk mund të jetë më e vogël se 25% e vlerës fillestare të sigurimit. Sigurimi i kontratës së punëve publike do të jetë deri në 5% të vlerës së ndërtimit, ndërsa pas periudhës së ndërtimit do të jetë deri në 5% të vlerës së mbetur të kontratës. Sa i takon tarifave të koncesionit, shuma dhe mënyra e kompensimit monetar duhet të specifikohet konkretisht në dokumentet e tenderit. Nga tarifa e koncesionit do të përjashtohen koncesionet apo partneritetet publike e private që aplikohen në fushën e shëndetësisë dhe në fushën e sportit. Në rast mospagese, urdhri i ministrit përbën titull ekzekutiv për bankat e nivelit të dytë. Afati i kontratave do të jetë në varësi të punëve ose shërbimeve të kërkuara. Për kontratat që zgjasin më shumë se 5 vjet, afati maksimal nuk duhet të kalojë kohën e arsyeshme për rikuperimin e investimeve dhe një kthim mbi kapitalin e investuar. Sipas ligjit lejohet ndryshimi i kontratës jo më herët se 2 vjet nga fillimi i zbatimit, nëse ajo është parashikuar në dokumentet fillestare. Nën kontraktimi nuk duhet të kalojë 50% të vlerës së përgjithshme të kontratës. Autoritetin kontraktues miraton nën kontraktorët përpara lidhjes së kontratës dhe operatori ekonomik kryesor mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e saj, pavarësisht nën kontraktimit.
Operatorët do të kenë të drejtë për transferim kontrate nëse subjekti i tretë përmbush kriteret e kualifikimit të përcaktuara në dokumentet e tenderit, por vetëm pas marrjes së miratimit paraprak nga Ministria përgjegjëse për financat. Ligji përcakton se autoriteti ose enti kontraktues mund të ndërpresë kontratën kur koncesionari apo partneri privat nuk mund të kryejë detyrimet e veta për shkak të paaftësisë paguese, shkeljeve serioze apo çështjeve të tjera që pengojnë apo nuk lejojnë vazhdimin e kontratës, apo dështon në sigurimin e financimit të projektit brenda 12 muajve, përveç rasteve kur është parashikuar ndryshe në kontratë. Sterilizimi përveç fakti që do të kryhet nga një kompani shtetërore shton dhe përmirëson shërbimet e ofruara deri në këto momente nga koncesionari. Me operatorin shtetëror parashikohet edhe administrimi i stacionit qendror në Qësutë. Qeveria po ridizenjon shërbimin e sterilizimit në spitalet publike, jo vetëm duke e kaluar nga modeli koncesionar, i nisur në vitin 2015 tek një operator 100% shtetëror, por edhe duke zgjeruar paketën e shërbimeve që konsiderohen pjesë e procesit të integruar të sterilizimit. Në kontratën koncesionare të vitit 2015, objekti shërbimit përqendrohej kryesisht në 4 komponent që përfshinin setet e personalizuara të instrumenteve kirurgjikale sterile, materiale sterile njëpërdorimshme në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale. Ndërsa te operatori shtetëror Oshis në listën e shërbimeve shtohen disa elementë të rinj që bëjnë procesin më të gjerë. Për herë të parë, parashikohet administrimi i stacionit qendror të sterilizimit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, si dhe menaxhimi i cikleve të ripërpunimit dhe sterilizimit të instrumenteve dhe materialeve të ripërdorshme. Po ashtu, vendimi detajon sterilizimin në aspektin teknologjik, duke përfshirë sterilizimin me avull dhe me temperatura të ulta, dhe jo vetëm furnizimin me sete të gatshme. Një tjetër ndryshim thelbësor është edhe logjistika e sallës, pasi Oshis përfshin edhe furnizimin me veshje sterile salle dhe materiale të ngjashme njëpërdorimshme, si dhe zgjeron fushën e dezinfektimit nga sallat kirurgjikale edhe tek ambientet. Risi më vete është edhe digitalizimi i menaxhimit, ndjekjes dhe raportimit të shërbimit që synon gjurmëshmëri më të madhe të procesit dhe që i përgjigjet objektivave të qeverisë për digitalizim të gjithë sektorëve. Ekspertët e ekonomisë kanë rezerva sa i takon ligjit të faljes së detyrimeve tatimore dhe doganore të bizneseve, sipas tyre amnistik nuk sillen formalizim të ekonomisë, por dekurajojnë ata që paguajnë. Nga janari 2026, të gjitha detyrimet tatimore dhe doganore të bizneseve, direkte apo indirekte të papaguara, si dhe gjobat apo kamat vonesat që i përkasin periudhave tatimore deri më 31 dhjetor 2014, do të fshihen automatikisht. Ndërsa për te i kësaj periudhe, do të jepet mundësi për pagesën e 1% të caktuar brenda 2026 dhe falit të detyrimit të vetur. Por ekspertët e ekonomisë shprehen se falja fiskale nuk është zgjidhja e duhur për formalizimin e ekonomisë. Problemi është që nëse ne në vitin 2009, kur u bë paqja parafiskale ose amnistia parafiskale, bizneset kishin të konsoliduar rreth 500 milion dollar borxhe, në raport me administratën tatimore, tani jemi 1.5 miliard dollar trefish. Pra, ndërkohë kemi pasur një 4-5 paqe fiskale. Problemi është që i kemi filluar gjithmonë nga kundërta. Kemi filluar nga falja dhe jo nga masat. Që të ketë efekt, që le të themi kështu lopët mos të dalin nga stalla, duhet të ndërtojmë stallën një herë, me mure. Dhe pastaj le të themi që keni kohë deri në këtë datë për të futur ose për të dalë definitivisht. Ndërkohë që këtu po flasim për hapje mbyllje gardhesh kur s'kemi gardhe. Dhe kjo është çështja dhe problematika reale. Dhe për këtë arsye në Shqipëri nuk kemi diskutime mbi taksë të shesh, taksë progresive, taksë të lartë, taksë të ulët, sepse në fundit gjithsecili paguan sa do, jo sa duhet. Kështu që këto janë problematikat reale që kemi dhe këtu futet informaliteti si element kryesor dhe domethënës. Sipas Pahos, përmes amnistive të tilla, dekurajohen bizneset e rregullta. Për këtë arsye rekomandohet marrja e masave të tjera në drejtim të formalizimit të ekonomisë. Nëse kemi një biznes relativisht të ndershëm që paguan taksat, është në të njëjtën kohë në situatë shumë të pafavorshme për të konkuruar me bizneset e tjera që nuk kanë qef të paguajnë dhe nuk i paguajnë.
Dhe në vend që të fillojmë me reformën në administratën tatimore dhe doganore, të kemi rregulla të qarta dhe pa përjashtime, ne vazhdojmë të flasim për falje. Që do të thotë, inkurajojmë edhe ata që paguajnë taksat mos t'i paguajnë. Pra, nuk jam kundër një falje në vetvete, por në fillim duhet marrim masat. Pastaj të hapim gardhin. Nga zbatimi i ligjit për shuarjen e detyrimeve të papaguara të bizneseve, përfitojnë afro 207.000 subjekte dhe janë mbi 1 miliard euro që do të falen. Kreditimi për mikrobizneset mbeti me ritme të larta edhe në fund të vitit 2025, rritja mujore në nëntor edhe pse modeste tregon se kërkesa për financim nga mikrobizneset mbetet e qëndrueshme, pavarësisht klimës ekonomike dhe kostove të financimit. Kreditimi për mikrobizneset mbeti në ritme të larta edhe në fund të vitit 2025, sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Bankat kanë dhënë 30.6 miliard lek kredi për mikrobizneset gjatë nëntorit, duke shënuar një rritje të lehtë krahasuar me tetorin 2025, kur volumi i kredis ishte 30.4 miliard lek. Rritja mujore edhe pse modeste tregon se kërkesa për financim nga mikrobizneset mbetet të qëndrueshme, pavarësisht klimës ekonomike dhe kostove të financimit. Diferenca prej rreth 200 milion lekësh mes 2 muajve sinjalizon një trend pozitiv, por të kontrolluar që reflekton më shumë stabilitet se sa një zgjerim të shpejtë të huamarrjes. Çfarë fshihet pas këtyre shifrave? Në nëntor, një pjesë e madhe e kredive për mikrobizneset është përdorur për kapital qarkullues, për të mbuluar nevojat e përditshme të aktivitetit, furnizimin me mallra dhe pagesat operative, veçanërisht në prag të sezonit të fundvitit. Në të njëjtën kohë vijojnë edhe kredit për investime të vogla, kryesisht për pajisje dhe zgjerim modest të kapaciteteve. Nga ana e bankave, rritja e lehtë e kreditimit lidhet me likuiditetin e mirë të sistemit bankar edhe me politika më fleksible për bizneset e vogla, të cilat përbëjnë një segment të rëndësishëm të ekonomisë. Bankat po tregojnë gatishmëri të madhe për të financuar mikrobizneset, të cilat kanë rol kyç në punësim dhe në aktivitetin ekonomik lokal. Në terma më të gjerë, të dhënat konfirmojnë se fundi i vitit 2025 e gjen kreditimin për mikrobizneset në një trajektore të qëndrueshme rritjeje, pa luhatje të forta mujore. Kjo sugjeron se bizneset e vogla po planifikojnë me kujdes huamarrjen dhe po shmangin ekspozimin e tepruar ndaj riskut financiar. Në përfundim, rritja nga 30.4 miliard lek në tetor në 30.6 miliard lek në nëntor tregon se edhe pse ritmet janë të përmbajtura, kreditimi për mikrobizneset mbetet aktiv, duke reflektuar besim të kujdesshëm si nga ana e bankave ashtu edhe nga vetë bizneset. Dhënat më të fundit të publikuara nga Eurostat tregojnë se qirat e bizneseve dhe banesave në Shqipëri janë rritur në mënyrë të qëndrueshme për gjatë gjithë vitit 2025. Nga janari deri në nëntor të vitit të kaluar, ngjitja vlerësohet të ketë qenë në 6.6%. Të dhënat më të fundit nga Eurostat tregojnë se gjatë vitit 2025 qirat reale të banesave në Shqipëri kanë shënuar një rritje të vazhdueshme duke reflektuar presion të shtuar mbi koston e jetesës për familjet shqiptare. Sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit që mat qirat aktuale të banesave duke marrë si periudhë bazë vitin 2015, Shqipëria ka ndjekur një trajektore të qartë rritëse gjatë gjithë vitit. Në janar të vitit 2025 indeksi i qirave për Shqipërinë vlerësohej në 115.56, ndërsa në nëntor arriti në 123.20. Kjo përkthehet në një rritje prej rreth 6.6% brenda një viti, pas një muaji me rënje apo stabilitet real. Rritja ka qenë graduale por konstante, çka tregon se shtrenjtimi i qirave nuk është episodik, por një pjesë e tendencës strukturore. Nga mesi i vitit veçanërisht pas qershorit, ritmi i rritjes bëhet më i dukshëm. Në qershor indeksi kalon pragun 120 pikë, ndërsa në muajt pasues vijon të rritet deri në fund të vitit. Ky zhvillim sugjeron se kërkesa për banesa me qira ka mbetur e lartë, ndërkohë që oferta nuk ka arritur të balancojë tregun. Në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian, Shqipëria regjistron një rritje më të shpejtë se mesatarja e BE-s, edhe pse nivelet absolute të indeksit mbeten më të ulta në disa vende të Evropës qendrore dhe lindore, si Hungaria apo Serbia. Të dhënat Eurostat tregojnë gjithashtu se Shqipëria ndodhet në një grup vendesh të Ballkanit Perëndimor ku qirat janë me rritje të qëndrueshme, ndonse jo ekstreme si në rastin e Turqisë. Edhe nëse i referohemi shifrave të Instat vëmrese për gjatë muajve të fundit, grupi ku përfshin qirat ka patur kontributin më të lartë dhe rritjen më të lartë të çmimeve. Viti 2026 ka nisur mirë për bonot 12 mujore me yieldin që u rrit lehtë nga 2.44 në 2.47%. Kërkesa totale për bono mbeti mbi ofertën e shpallur, duke treguar interes të qëndrueshëm nga investitorët.
Viti 2026 ka nisur mbar për bonot 12 mujore të thesarit. Në ankandin e parë të këtij viti, jeli mesatari ponderuar rezulton të jetë rritur lehtë. Ky ndryshim është i vogël dhe reflekton lëvizjet normale të tregut, pritshmëritë për normat e interesit dhe kushtet e përgjithshme ekonomike. Kërkesa totale për bonot mbeti mbi ofertën e shpallur. Eldi ka arritur në 2.47% në ankandin e zhvilluar në 13 janar, ndërsa ishte 2.44% në fund të dhjetorit. Pavarësisht rritjes, Eldi mesatari ponderuar vijon të jetë poshtë normës bazë të interesit prej 2.5%. Kërkesa për pjesëmarrje vijon të jetë më e madhe se shuma e shpallur për financim në këtë ankand. Konkretisht, shuma e shpallur për financim ishte 8.5 miliard lek, ndërsa vlera totale e kërkesave në ankand arriti në 10.44 miliard lek. Mbajtja e normës bazë të interesit në 2.5% nga Banka e Shqipërisë jep ndikimin e tij në yieldët e ulta të bonove 12 mujore. Niveli i ulët i interesit të bonove nënkupton edhe kosto më të lira për kredi në lek, e cila ndikon në zgjerimin e huadhënies bankare. Nga ana tjetër, qeveria mund të financojë borxhin e brendshëm me kosto më të lirë. Eldi përfaqëson kthimin vjetor që realizon investitori nga mbajtja e një instrumenti financiar deri në maturim. Në rastin e bonove të thesarit 12 mujore, ky kthim realizohet nga diferenca midis çmimit të blerjes dhe vlerës nominale në maturim. Këtë edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.